Tu e di që e kemi tash disa vite prej se është formuar kanuni i lek Dugaxhinit të shkruar. Po. Dhe nga njerë thuhet se vendoset në rend të parë. Po e them në mënyrë figurative. A lejohet hakmarrja në Islam? Dhe çka me bë? Dikush që është i nxehtë për në marrë hak. Hakmarrja në Islam nuk lejohet. Është ndalueshme hakmarrja, sepse është Zoti që i vendos. Duhet më ndërlidhesh Po, me po, kanunin tonë si një Po, pikërisht duhet të hinë atë pjesë. vepër Absolut. Duhet të hinë atë pjesë. Dhe tjetër. është ndalueshme hakmarrja, pra në Islam nuk ka hakmarrje. Në Islami ndalon gjakmarrjen, hakmarrjen. Islami është për me vendos rregull, qetësi, harmoni, siguri, paqe. Ne jemi ummetus selam. Selamun qawlan min Rabbir Rahim. Ne kemi selam pe Zotit mëshiruesit ton, që me dhon selam, me shpërnda paqe, dashuri. Pejgamberi alayhis salam ka thonë efshu selam bainakum tahabbu. Shpërndani selam me zeti, do të duheni. Kanuni Rafshi Dugaxhinit, lek Dugaxhini, kanunin e kam pas lexuar para shumë vitesh kur isha student. Edhe lexoja. Kam lexuar Kur'anin, kam lexuar dhe Biblën, kam lexuar dhe Torën, Talmudin, po ashtu ligjet e vjetra. Kodin e Hammurabit, të drejtat e patrizëve dhe plebeve dhe shumë kode tjera që e mundu me i lexu edhe me pa çka ka dashur kanuni me bë përmes këtyne kanun vjen edhe për fjalës arabe ligji. Për shembull Ibn Sina ka shkruajtur një vepër kanunun fit tib, ligjet e mjekësisë. Është fjale e vjetër, por mendohet që ka origjinë perse ose ka origjinë arabe. Tash është një pikpyetje e madhe, por duhet me hinë etimologjinë e fjalës. Janë ligje që janë marrë nga Kurani, nga Bibla, nga lartësia, nga historia, nga gjitha, domethënë përmbledhja e shumë ligjeve të marra edhe nga fetë, edhe nga njeriu, edhe nga kodet e lashta. Edhe se tash kanë ekzistuar edhe opnashadat, domethënë edhe në civilizimet e lashta kanë ekzistuar kodet tek babilonasit janë lloj kodesh të kaluara që janë përdorur. Janë përdorur pastaj te Mesopotamët, te babilonasit, te hetitët. Te historia e lindjes lashtë mundi me gjetë këto, domethënë është një vepër, një libër që mund ta lexoni. Pastaj mund ta gjeni te Karl Grimberg, Wallstoria që është në gjermanisht që përkthyet në shqip, historia e qytetërimeve botërore. Aty mund të gjeni kodet edhe ligjet që kanë përdorur perandoritë edhe religionet, fetë, besimet. Dhe aty ka ardhur domethënë kanuni është përpiluar nga leka dhe aty janë ato rregullat, rregulli i slihatit, rregulli i ligjit të fshatit, ligji i rrugës, ligji i familjes, ligji kjo. Mirë po është çdo gjë që është e përpiluar nga njeriu. Ligjet që janë të bërë nga njeriu mujnë me pas gabime. Dhe sepse gjithmonë don amandament, shtesë. Juristët e dinë shumë mirë çka është amandamenti, shtesa një ligji, hiqja, abrogimi një ligji, largimi një ligji, edhe shtimi një ligji tjetër ose shtimi i një kodi apo një kodi civil ose kod penal ose kod i përgjithshëm që është. Do të thonë, ato kode, ato ligje duhet shikuar dhe gjendja faktike. Duhet shikuar gjendja de jure dhe de facto aty popullat i vendit. Jo me përdorur një ligj që çon pesh për vendin, gjeografin, toponomin, malet, pamjen fizikuse në njeriu, lidhet edhe me antropologjinë. Lidhet edhe me rajonin, është region malor, është fushor, për shembull, sepse ka qenë edhe kanuni Skënderbeut i lume se ka pas edhe kanune tjera që i kanë përdorur në të kaluarën. Mirë po ata janë mundu me e bo një kod përbasht për shkak se e kanë studiu, e kanë ditë që ka në mesin e shqiptarëve ka muslimane, ka katolike, ka ortodokse, ka besim. Edhe në mundu kanë bo një tentativë bajagi me gjetë një ligj të atëhershëm, pra që më u përshtat rendeve në rrafshin e Dugaxhinit dhe në pjesë caktuar të krahinave në Kosovë, Shqipëri,
në përgjithësi ku është shtri kanuni, se kanuni ka përfshirë edhe një pjesë Kosovës edhe të Shqipërisë, lëndineze, po flas, ose Shqipërisë madhe. Edhe por duhet ditur që fjala e Zotit është fjala e Zotit. E fjala e njeriu gjithmonë është relative. Fjala e Zotit është absolut. Te relativiteti munden me rrjedh probleme. Edhe dorën zemër pastaj kanë rrjedh problemet, janë pa, sepse ka dalë situata pi kontrollit. Edhe kanë ndodhur probleme shumë dha. Ne kemi pas rastin disa emisione që kemi përmend, sistemi gjakmarrjes ka qenë shumë i mërzitshëm, ka pas fëmijë të vegjël që s'kan dalë me vite për shtëpisë, duke pa vetëm për drejtarësh, domethënë prindin duke dalë në fshehtas me shku me ble bukë ose me marr gruan dritë. Është ka qenë e tmerrshme. Thuhet se ende ekziston në disa rajone të thella malore, si fjala vjen për shembull në fshatrat e thella në Mirdit të Shqipërisë ose në do krahina më të thella, thuhet që ende janë këto, por mund mendoj se këto tabu ose këto tema duhen të i kalu, janë demode, janë arkaike dhe janë shumë të lemerishme, janë shumë të bezdishme, sepse gjaku vroj filanin, vroj fistekin, atër ku mbet arsye dhe inteligjenca njerëzore. Duhet shtri dorën e pajtimit. Anton Çeta ka qenë i njohur për pajtim të gjasheve, por ka qenë i njohur edhe hoxha i nderuar Mulla Idris Kokruki, tani edhe hoxhallar të nderuar si Jakub Hasipi, pastaj kanë qenë edhe hoxhallar të edhe bashkohor, po edhe të mesëm, që kanë ndiku, domethënë që me pajtu gjaqet, edhe hoxhallarët e sotëm që ndikojnë, domethënë shkojnë edhe i pajtojnë familjet me shtri dorën e pajtimit, sepse nëse nuk shtrihet dora e pajtimit mes ficeve dhe familjeve, atër vroj filanin, vroj fistekin, shkojnë edhe jetë shumë, mund me shku edhe jetë pafajshme. Zoti ka thënë Kur'an, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, mos shkatronin tokë përderisa u kanë vënë rënd dhe qetësi. E ne jemi si hoxhallar dhe si dietar, jemi të gatshëm kudo me shku në familje, dhe unë ju ofroj falas me ardh, nëse është puna, jemi gatshëm nëse ka një familje hasmërim me ndërmjetësu për mi pajtu ato familje, e bëj vetëm për hir të Allahut atë pjesë, sepse ti pajtosh dy familje, të ndalesh gjakra, gjakmarrin, është sevapi madh te Zoti i Madhërisht. Është shpërblim i jashtëzakonshëm. Nuk ka çmim që e paguon. Nuk ka vlerë monetare, nuk ka vlerë, as i lloj vlere që e paguon pajtimin edhe ndalimin e gjakmarrjes.